Këtë ngjarje e ka treguar dietari Ibn Qayyim el-Jauziu në librin e tij Wabilus Sayyib, një libër ku fol për vlerën, peshën dhe rëndësinë e dhikrit, përmendjes Allahu xhaleshanu. Libër për mbledhës, nuk ka lënë gjapa e tregu se çfarë peshë dhe vlerë të madhe ka përmendja Allahu xhaleshanu. Aty e ka përmend këtë ngjarje duke thënë është një hadith madhështor me pozitë të lartë në fenë Allahu xhaleshanu, për të cilën çdo musliman duhet ta mësoj përmend. Ky tregim njënis fillon thot transmeton Said ibn Musaibi, është nga tabiinët, gjeneratat të cilët i kanë takuar sahabët. Ai thot kam dëgjuar Abdurrahman ibn Sumarra el-Jundub, i cili thot se doli një ditë prej ditëve Rasulullah alayhi salatu wassalam. E ne ishim tek vendi i xhamisë taj kopshti që quhet Suffa. Kanë qenë disa nga sahabët të cilët nuk kanë pas familje, e as gra, e as fëmijë, e as kushtet ekonomike, nuk i kanë pas aq mira, kështu që kanë flet edhe janë strau në disa çoshte të xhamisë. Këta quhen ehlu Suffa. Normal. Njëri prej tyre ka qenë edhe Ebu Hurajra radiallahu anhu, s'ka qenë martuar, as familje, as fëmijë, ka banu në skajet e xhamisë. Edhe tregon ky sahabi thot pejgamberi Allahut një ditë duke qenë na këto persona të cilë ishim në skajet e xhamisë, dul Rasulullah alayhi sallam ngrit dhe na tha: "Me të vërtet unë pram kam pa një ëndër të habitshëm." Pash një person nga umeti im që ju prezentua ati me leku i vdekjes për t'ja marrë shpirtin, por në ato momente dhe në ato raste i erë në ndim mirësjedhja, bamirësia ndaj prindërve që ajo a kishte ba, e largoj me lekun e vdekjes për ti. Vazhdo në ëndra, tregon personin e dytë. Pash një person nga umeti im që ishtë përfshirë nga dënimi i varit, e i vjen në ndim ati abdesi që i kishte marrur dhe e shpëtoj nga dënimi i zjarit apo dënimi i varit. Personi 3, me një natë gjithë ato ëndra ka po. 3, pash një person nga umeti im që e friksojshin shejtanët, iblisët, e i vjen në ndim ati përmendja Allahut dhe ja largon shejtanit prej tij. Ne tregova këtë ngjarje ka përmend te ky libër që ka tregon për vlerën dhe rëndësinë e përmendjes dhe dhikrit Allahu xhaleshanu. 4, personi e 4 që ka punë ndër, pash një person nga umeti im që i friksojshin me lekët e dënimit, edhe me laçet e azabit në varr, edhe e frikojshin. E i vjen ndim namazi i tij dhe e shpëton nga duart e tyre. Vazhdon. Pash një person i 5 nga umeti im që etja e kishte përvlu. Sarë që bënte, tu afronte dënjë pelgu me uj, apo dënjë sahanda njëhin me uj, largoj prej ti dhe e pengoke diçka që nuk mund të angaste atë ujin. E vjen në ndim agjerimi Ramazanit që a e kishte bërë dhe e gostis me uj dhe ja hek etjen që kish kaplu. 6, pash një person nga umeti im, e pash thot e ka pa pejgamber të ulur në disa tubime dhe mexhlise, sikur se ju që jemi për ne ulur, i kanë pa disa pejgamber të ulur. Sa u mundoj ky personi të afrohet dhe të bashkangjite në mexhliset e tyre, u largonte dhe pengonte diçka që mos të afrohet. E i vjen në ndim gusli që i kishte marrë nga gjunoploku, e marrin për dore. Këtë person e ulin në mexhlisen pranë pejgamberit të Allahut. Vazhdon ëndra. Pash e 7, pash person nga umeti im që përpara ti kishte errësirë, mbrapa ti kishte errësirë, nga djatha e ti kishte errësirë, edhe nga majta kishte errësirë. Si për ti kishte errësirë, edhe poshtë në këmbët e ti e kishte kapluar errësira. Ai rinte ishte astrisur, nuk dinte të lëviz, i habitur, e kish ka fobia, friga, nga ka të ikte, ka të jam syje, nuk po shet dritë.
E i vjen në ndim ati Axholluku dhe umra që e kishte kryer dhe nxjerrin për errësire dhe e fusin në dritë. Vazhdon ëndra. Pash një person nga ummeti im që me duart e tij u ruaj nga fjalakat e zjarrit dhe prushët e zjarrit. E i vjen në ndim ati sadakaja lëmosha dhe bëhet pengesë mes atij dhe zjarrit dhe bëhet mbulesë mbi kokën e tij. Kush? Lëmosha dhe sadakaja çka e ka dhënë. 9. Vazhdon. Pash një person nga ummeti im që i fliste besimtarve e ata nuk i fliste ati. Ky personi u fliste, u bante muhabet, bisedonte me të tjerë, mi pa të tjerë nuk ja kthenin as nuk flistin me këta. E i vjen në ndim ati lidhja fare fisnore. E u thot besimtarve atyve, o besimtar, ky njeri ishte që ka pasur lidhje të afërta dhe të ngushta me farefist dhe i vizitonte me vizita të ngrohta. E fillojnë sërish të flasin besimtarët, e takojmë ta edhe ky kënaqet me ata. Vazhdon vet. Pash në andër një person nga ummeti im që e friksonin ata zebanit, me lajk e zjarit. E i vjen në ndim dhe për kraje ati urdhërimi në punë të mira dhe ndalimi nga e keqja që e kishte bërë në dunjë dhe vendosin të me lajkat e mëshirës. Këtë këto gjana na bën me ditë se veprat dhe punët e mira, çdo veprimtari që ke bën në dunjë që e mirë, aja ka më dalë në ndim dhe për kraje. Sikur që del në rast kur do mu gjyku para gjykatësit, vjen dhe një advokat, sa kënaqësi e madhe dëshmitar, edhe të mbron për tyje. Kështu veprat dhe punët e mira janë dëshmi për tyje ditën e Kiametit. Vazhdon 11. Pash një person nga ummeti im i gjunjëzuar me gjunë për toke, me disti e Allahut kishte pengesë. E vjen në ndim ati morali dhe sjellja e mirë, edhe e merr për dorë dhe e fut nën audiencën e Allahu xhaleshanu, nën umbredhën e Allahut subhanahu wa taala. Cila? Morali dhe sjellja e mirë. Vazhdon 12. Pash një person nga ummeti im që u dha librin nga dora e majt, Allahu na ruaj. E i vjen në ndim dhe për kraje friksimi e tij ndaj Allahu xhaleshanu. Kishte frikë në dunjë Allahu xhaleshanu. Frikë të madhe ndaj Allahut, edhe e merr librin dhe vendos nga ana e djathtë të tij. Vazhdon 13. Pash një person nga ummeti im që ju paksua peshorja e punëve të mira. Peshorja e punëve të mira e mangët. Ju paksu. E i vin ndim ati fëmijët pasaardhësit e tij që i kishte edukuar në frymë islame dhe ja rendojnë peshorën dhe punëve të mira. 14. Pash një person nga ummeti im që qëndronte në këmbë buzë zjarr të xhenemit. Po thuaj se vetëm nuk i ka bet momentet e fundit të hedhet në zjarr. E i vjen në ndim për jetimi frikës Allahut, i dridhej zemra e tij në dunjë kur u përmendte Allahu xhaleshanu dhe shpëtojnë nga ajo gjendje dhe ai vazhdon rrugën për në xhenet. 15. Pash një person nga ummeti im të hidhet në zjarr. E i vjen në ndim atij Loti që ka derdhur nga frika Allahu xhaleshanu dhe shpëton nga zjarri me xhenemet. 16. Pash një person nga ummeti im që ishte në këmbë të ura e Siratit. E i dridhej sikur se gjethet e palmës nga stuhia e fortë. E i vjen në ndim atij mendimi i mirë, opinioni i mirë ndaj Allahu xhaleshanu që ka pas dhe i qetësohet e dridhja, rahatohet, sigurohet edhe i vazhdon i qetë rrugës për xhenet, duke mos pas frikë mbi urën e Siratit. 17. Pash një person nga ummeti im që zvaritën mbi urën e Siratit. Nga njerë ecte në këmbë, e nga njerë binte, e nga njerë këmba dorazi, heste i ka cavitur mbi urën e Siratit. E i vjen në ndim salavatet, që i ka dërgu salavatët në dunja, duke thënë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, dhe në fund, shpesher që i ka dërgu në dunja, i vjen në ndim dhe sërish, ri më kambët ky, qotë në kambë
dhe drejtohet dhe shpëton nga ura e Siratit dhe kalon për në xhenet, edhe funda e 18 personi i fundit që ka pa nga ummeti im, që arrin tek dera dhe porta e xhenetit. E poshtë një person u ofru më të dera e xhenetit. E dyert e xhenetit ishin mbyll. Edhe nuk mund të këtë të futën në xhenet. E vjen ndim ati formula dhe dëshmia La ilaha illallah, hapën dyert e xhenetit edhe futët në të. Edhe vërtet, hak, realitet ka në handër e habitshëm. Këtë hadith e transmeton Ibn Qayyimi. Thot e kam dëgjuar o gjëntem Sheikhul Islam Ibn Taymin, Allah i mëshiroft, e madhëron të shumë këtë hadith, edhe e vlerësonte edhe peshonte, edhe thoshte argumentet e vërtetësimit të këtij hadithet janë të dukshme, që do më thonë e ka konsideru hadithin të saktë. Ndërsa dietar tjetër, sikur sa Hafidh Ebu Musa al-Medeni në librin e tij që ka përmend Terghib fi Khisal al-Munji o Terhib min al-Khilal al-Murdi, e ka përmend këtë hadith duke thonë se ky hadith është Hasan Jadin, hadithi është shumë i mirë nga Sejid ibn Musejbi, nga Amr ibn Hazi, edhe deri te ky sahabi që e përmend deri më tash, sidoqoftë hadithi është i mirë. Tregim limbresa, lengjurma. Shumë ka ndodhur disa njerëzit në përbet handrave janë udhëzuar. Edhe kemi treguar na. Një prej rasteve është Malik ibn Dinari. Shkak i udhëzimit i tij ka qenë handër, ka pa një trugim mahnitshëm, e cila ky ka marrë për vete mesazh. Edhe ashtu do më marr me mesazh, por ata ka pas qëllimin. Dikush nuk merr vesh. I vjen mesazhet her pas here. Ja këto, fsha, çfarë stuhie, çfarë ere e fortë. Ky vërshim e madhe. Këtu janë mesazhe, këtu janë sinjale. Sigur rrugës të jep do sinjale, kthen gjatë, kjo për Shkup, kjo të Majt, është për Beograd. Shenjat, ti nuk e respekton, atë çka ndodh. Për plasës dikun, hedhësht atje në lum, edhe këto janë shenja, duhet të udhëzohesh, ti kish konsiderat, edhe tregimit dhe këto janë ngjarje në vete.